dashur vëllezër e motra shqiptare. Unë jam një qytetar që vi nga komuniteti Çam. Çështja Çame është një çështje me rëndësi të madhe kombëtare. Unë sot vi si një Çam nga Margëllërçi, nga ai vatan të cilët të parët e mi u detyruar t'i ktheni shpinën 82 vite më parë. Nga ajo tokë që kemi amanet dhe që na thret që një ditë të bashkohemi. Çështja Çame është çështje e madhe kombëtare, që sot duhet ketë shteti shqiptar. Por edhe asnjëherë në këto 35 vite, asnjë politika qeverisë nuk e ka marrë seriozisht. Të bashkuar me djemtë e Çamërisë, të Kosovës dhe barë Shqipërisë, të mbrojmë interesat kombëtare, të mbrojmë çështjen shqiptare, sepse është amaneti ynë, është gjaku dhe shpirti ynë. Rof Shqipëria, rof Çamëria, rof Kosova. Kisha dhe një thirrje për kryeministrin tonë. Fylle fabrikën që të prodhon ministra dhe zon ministra Hajdut. Edi Rama është Hajdut! Edi Rama është Hajdut! Edi Rama është Hajdut! Edhe Sana është Hajdut! Edhe Sana është Hajdut! Përshëndetje gjithëve. U detyrova edhe një herë të rikthehem në këtë shesh për të thënë edhe një herë fjalët për ne, duke u bazuar në jetën time, e cila është jeta e gjithëve prej nesh. Ne jemi populli që kemi treguar këto 35 vite durim. Këto 35 vite kemi doruar mashtrimet e tyre. Këto 35 vite kemi doruar gënjeshtrat e tyre. Këto 35 vite kemi doruar praktikën e tyre. Asnjë gjë, asnjë projekt, asnjë sipërmarrje që është marrë përsipër nga këta, qoftë nga Sali Berisha, qoftë edhe nga ky, asnjë nuk është kryer me sukses deri në fund. Të gjitha është vjedhur, është abuzuar, është mashtruar. Fatkeqësisht, kushtetuta thot që presidenti ushtron vullnetin e popullit. Presidenti jonë është qesharak. E vetëmi arsye që usqoft presidenti ishte që mos të dilte asnjëherë në një intervistë në media dhe mos të fliste për asgjë. Ne nuk kemi nevojë për të, se ne flasim vetë. Ne kemi folur vetë dhe do flasim vetë sot më shumë se kur. Motra dhe vëllezër, ky nuk është një protestë e thjeshtë. Kjo është një protestë që vjen pas 3 dekadash e gjysmë. Pas 3 dekadash e gjysmë ku këta talleshin dhe siç i pëlqen kryeministrit tonë të përdorë anë figurative, fjalimet e të cilit sot, edhe ato podcastet që bëjnë, nuk eksitojnë as ta ulan ballën e Zeqinen, edhe aq më tepër fjalimet e Sali Berishës të eksitojnë Flamur Nokën. Edi Rama, ti po kërkon të ndërtosh një narrativ të re. Përdore fen që nuk ka turp më të madh për shqiptarët të kujtosh fen. Ne jemi shembull botror, po jemi ne, jo ju. Kërkove algoritmi të Karen, sot i lutesh e një familje që sipas teje të çonte letër, ku ti i thoje në protestë mos dil. Pse? Se ke frikë. Nga se ke frikë ti. Ti ke frikë nga vota e lirë, nga zgjedhja dhe të gjithëve këtyre njerëzve. Sot, duhet i them çdo njerit prej jush, ashtu si herën e kaluar, faleminderit, sepse juve keni dalë mbas 35 vitesh kur këta mendoni se askush nuk reagon në këtë vend, se këtu mund të vidhet, se këtu mund të plaçkitet, se këta shqiptarët mund të përtiqen jashtë shtetit, se këtu ekziston vetëm servilizmi. Këtu ekziston vetëm njerëzit pa dinjitet.
çdo gjë është me shtrenjtë, bujqësia është për tokë. Pse? Se ne prodhojmë gjithçka, si ka mundësi, sepse jeni ju që gjithmonë keni sabotuar këtë ekonomi, këtë popull. Unë flas sipas jetës time dhe sipas jetës time do vazhdoj ta bëj, sepse vetëm time përfaqësoj. Ti na kërkon llogari, ne pse të kërkojmë llogari ty? Para këtyre shkallëve ti se qeveria është e juaja, ne kemi vetëm rolin. Sot si është si pronar. Si ka mundësi? Si ka mundësi si pronar partie, si pronar bashkie, si pronar qeverie? Si ka mundësi? Ne nuk duam thjesht Ramamburg, ne duam konfiskimin e pasurive të gjithë politikanëve të korruptuar. Konfiskimin e të gjitha pasurive të politikanëve të korruptuar, edhe atyre që kanë qenë para këtyre gjatë tani që kanë marrë rolin e biznesmenave. Kjo është Shqipëria e re, e një gjenerate tjetër, e një gjenerate jo si gjenerata që promovoja ti, mashtrues ndërkombëtar, se ti e di shumë mirë që tani të kanë ikur edhe ata vëllezërit Erdogan e vëllezërit Vučić, se i kanë krizë të madhe dhe ke një rrjedhje mendore shumë të madhe, si që ka shkruar Havel, nuk po gjen dot me asnjë pjesë të Machiavellit ta aplikosh që të mbulosh një mashtrim me një tjetër. Ne nuk i ha me mashtrimet. Ne duam dorëheqje, të dorëhiqesh si burr. Por ti e burracak se bëndot. Liderat e mëdhenj në momente të mëdha si këto, me këtë popull kaq të bukur, kaq të qetë, kaq të paqë, këta kemi qenë gjithmonë, ju keni dashur të na përçani. Jepe dorëheqjen për këtë popull se në ti sërish do rëzohesh. Sot, pavarësisht në këtë protest, ne nuk mund t'jemi gjithë, po kudo, në çdo vend, në çdo familje, në çdo qytet dhe fshat të Shqipërisë, në çdo vend të botës ku ka shqiptar, 80% e tyre përveç servilave që ti mban, janë kundër teje dhe po dalësh nesër në zgjedhje, nesër është funerali yt politik. Apo tje, se nuk së ndjek dot, se ty së ndjek me askush, se nuk ben kurios përveç lëpirsave të tu si ta ulant bale apo si që neja, nuk ben me kurios askan, ne kërkojmë ti të dorëhiqesh, se po nuk do dorëhiqe, do të bëjmë ne, do të bëjmë një Shqipëri e tërë të dorëhiqesh. Ky shesh, Shqipëria gjitha është kundër te e kërkon dorëheqjen tënde, ti kësh sa më parë. Çdo shqiptari që jeton jashtë vendit, çdo shqiptari që jeton këtu edhe ka humbur shpresën. Çdo kujt që ka dashurim për familjen e vet, për këtë vend. Po më shumë kjo shkon për ata shqiptarë që janë larguar përgjithmonë. Ju duhet të dini që ju ka larguar politika. Kthimin duhet ta bëni ju, si një detyrë jo thjesht ndaj vetes tuaj, por ndaj të parëve tuaj që prihen në këtë vend, dhe ne duhet fillojmë të kemi respekt për historinë tonë, të kaluarën tonë, duhet të kemi respekt për veten tonë, për dignitetin tonë, të marrim në dorë fatet tona, fatet e këtij vendi, fatet e kësaj Shqipërie, që për të cilën për 5000 vjet nuk arriti dot kush ta coptonte. Këta po e coptojnë me ligje, këta po e vjedhin, këta po e plaçkisin. Ku janë resurset tona? Nafta më e shtrenjtë në Europë. Si ka mundësi, ne prodhojmë vetë, ku shkon? Bravo! Edhe një fjalë në fundit. Sa i përket pjesës së turizmit, ti je dështar. Ato të gjitha facilitetet, të gjitha shtëpisat, hotelet, përveç hoteleve dhe rezortve të oligarkëve të tu,
Të gjitha tjerat I kemi ndërtuar ne. I ka ndërtuar ky popull. I ka ndërtuar ky popull të cilin e ke manipuluar, nuk I ke dhënë as letrat për një tokë që s'ja ka dhënë ti, s'ja ka falur ti, e ka pasur të familjes, apo e ka plerë, ju I keni mbajtur peng, vazhdoni t'i bani peng. Nëse ti nuk ikën, ne do mbajmë peng të shesh, ne do mbajmë peng të në Shqipërinë, derisa ti të mbushet mendja dhe t'ikësh. Ti tregon turizmin, transporti publik në Republikën e Shqipërisë është më I degeneruari që mund të ekzistojë me ndonjë vend. Ne nuk kemi sistem adresash. Si orienton ti turistët tek vendi jot? Prandaj, lëni mashtrimet, përgjigju këtij populli, çdo njeriu të ndershëm të këtij vendi, përgjigju këtij sheshi, gjithë njerëzve që kanë ardhur këtu, jep dorë që largohu, ora jote ka mbaruar, nuk ka më kohë. Ne do ta ndërtojmë Shqipërinë e re, ne do ndërtojmë Shqipërinë e çdo kujt me dinjitet të pastër, me liri dhe të drejta të plota, të drejta të barabarta për këtë do prej nesh.